Cila është pjesa më e atakuar, predispozitat më ndaja e lëkurës që atakohet prej kancerit të lëkurës? Është fytyra, është gjoksi, shpina, kush më shumë? Pjesë që ekspozohen mas shumë të në diell edhe në solarium. Edhe në solariume. Pasë janë pjesë të cilat do më thonë nuk vrehen. Nuk vrehen në shputa. Po? Nuk vrehen në gishtrin. Po? Sidomos të persona, të femna që i lyjnë, thojt, edhe plus gjatë lyrjeve, gjatë stilimit, i ekspozohen shumë rrezeve. Po. Edhe, do më thonë, vendet ma intime, koka, tek mashkujt është pjesa e këmbëve ose shpina, që shfaqet më shpesh. Më shpesh. Do më thonë, nuk është në vend tipik, po prapë se prapë është vendet të cilat shifen. Do më thonë, kush do mund të avrej një ndryshim i ri, po është në shpinë që mund të avrej dikush nga familjarët.